Po kjo është historia e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Glam Radio dhe me Koa Visionin, po shpresojmë që keni pas ditën e mirë, po shpresojmë që ka fillu kjo javë që ju duhet më së miri me plot suksese, edhe keni mbush bateriat nga vikendi. Nga ky moment deri afër orës 17 jemi me Koa Visionin, ndërsa Drive Me Crazy e keni deri në orën 18. Unë edhe sot, si çdo ditë tjetër, ju pres me informatat rreth komunikacionit dhe me temën e ditës sotme, siç po e shihni po sot jam vetë, Fiona mungon. U shku pak deri te zogu i kamës, pedini me i la kamt. Kështu që në këtë javë ju pres bashkëpunim me telefonatat dhe me informatat e juaja rreth komunikacionit në 049 978. Po e filloj me emisionin me kangën e parë hyrëse, vjen nga Majki dhe Bardh. Pas saj këngë ju presim nga ky moment mi u prit me telefonatat e juaja edhe me një temë që kemi për ditën e sotme s'dija, thash. Do të ishte mrekulli nëse çfarë do të ishte mrekulli nëse për ty mundesh me na treguan 049 978 është numri i telefonit që ju pret edhe në Viber, është numri i telefonit që ju pret edhe me telefonatat e juaja. Nga ky moment Petrol Company në Çaklaviz në të dy anët e rrugës dhe në Arbrima që salim Prishtinë Mitrovic, pedini, ka ardhur me super ofertë për derivate. Një 19 keni edhe dizelin edhe benzinën. E kështu të e rimbush makinë me derivate, ju futen edhe në lojë shpërblyese, se cila rimbushje mbi 10 euro, do bëm pjesë lojës shpërblyese, kështu që keq çka duhet me boj jo, me shku me rimbush atje në makinën me derivate, edhe kuponin që na dhajnë me bo aty me shumë me mbjeme numër telefonin këtu dhënat, edhe boni pjesë e lojës shpërblyese, shumë shpërblime po i dhuron Petrol Company. Sa i përket komunikacionit në 049 978 informatat e para që na tregojnë janë nga Vetërniku. Po shihet kolon poshtë Vetërniku deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar është mirëqas rrethit aty edhe nga rrethi ambasadës. Hajde se spelojna me prit. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje Arsim. Na fije si kalon? Mirë Arsim, si jeni ju? Qysh e ke pas ditën? Mirë. Do të ishte mrekulli nëse Do të ishte mrekulli e madhe. Po? Nëse do të rriten pak pagat, pensionet, edhe me hes vjeta si duhet, se shumë brapni e madhe është. Okej, do të ishte mrekulli, do më thonë nëse ishin rrit pagat edhe pensionet për pensionera, po? Sigurisht. Po vjen shumë mirë, na fije që e ke hap emisionin me këtë përgjigje. Ju uroj gjithë mirat dhe ditën e mbarë. Edhe unë ty t'i uroj krejt mirat. Edhe na ty dojna shumë, faleminderit shumë që na ke telefonu Go Plus, po vazhdo me dhurua vetura avatar. Tu Go Plus nërka pak i keni një kode, dërgoni tek loja goplus.com. Sa ma shumë kode, aq ma shumë shanse për me u bo me këtë super vetura. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na ka telefonu? Ilmia. Ilme, si e? Mirë, faleminderit. Ju jeni mirë? Si ke kalu? Mirë, faleminderit. Qysh ka njësë java për ty mirë? Po, mirë, shumë. Do të ishte mrekulli nëse? Nëse do të isha 20 vjeçar. Qatë ka me diçka marak prej 20 vjeçarit, Ilme, ty? Ai, qysh nga me të ka me... Po qka të ka me diçka marak, që do më thonë, tu të kësha këthy edhe njerë që të ko e kësha bo që do, se se ku mbo kur im ka 20 vjeçar. A ka diçka? Po di me menu, ka plat hyje. Okej. Ka shumë sene, thuj, si 20 vjeçar, ma? Po në që ato... Hade po të përshëndes, faleminderit që na ke thirr. Hade, faleminderit se ju. E pas një javë të marë, kalov shmirë. Gjithashtu dhe ju. Alo, tjetër, përshëndetje. Okej, kjo është ajo telefonata, pedini. Nese, deri sot vjen telefonata tjetër, unë edhe njerë du mu rikthy te komunikacioni, mi ju tregu se ku janë pjesët më të ngarkuara, apo jemi drejt për drejt në YouTube, në Koa Vision, në Glam Radio 86 në YouTube në gjeni, po, koa.net, glamradio.fm.
gjithka na keni live. Kumet komunikacioni, po na tregojmë për pjesën e rrugës Agim Ramadani nga udhëkyçi i Menzës te komuna dhe ana Sjelltas, që është pjesë e ngarkuar mi u qos rrethi Çaglavicës, kolonës gjatë disa kilometra. Prej Ventoro Motors aty te Automita, që është po fillon kolona e tutje, përndryshe ndalun e atje edhe përfitoni ai kish zbritje në motorët atje tek Ventoro Motors, ju që merrni motorin deri në 125 kubik, pe dini derivatet një vjet pa parë prej Ventoro Motors. Alo, përshëndetje, telefonata fillimisht. Alo, përshëndetje. Kush për na pyet? Fikria ka Prishtina. Si e Fikrie? Mirë. Si po kalon? Mirë. Me juve, shumë mirë. Që shukon vikendi mirë? Mirë. Po më vjen shumë mirë. Fikrie, do të ishte mrekulli nëse? Që shkojnë deti. Nëse shkon deti, a nuk ke planifikuar me shku? A çka po të nojë, Fikrie? Ja, e kom çartu rezervimin kismet me 18 korrekt, kom shku. Me 18 korrekt, hajde knaqo, faleminderit. Edhe temperatura po kishin me 100 perfekt atëherë, kështu që pas ke me u knaq. Po, faleminderit. Hajde pashnetën, ciao, tung, faleminderit shumë. Tjetra telefonat, alo. Përshëndetje Cil. Përshëndetje Abeden. Si jeni, jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ti si je, si ke kalu? Mirë, faleminderit. Ku ke lënë shoqën e ke hupa? Shoqja u shku me pushu pak, më pushim të meritum është. Ani noshte u lodh. U lodh pak edhe mu pushimin. U lodh i bën fal na shumë kalën. Nashta ashtu na përcjell na ikon YouTube, po kam ja përcjell kur të vjen javën tjetër këtu kena me ja përcjell këtë falat. Po, si ja. Hajde tregom Abedin, do të ishte mrekulli nëse. Për çka kish më qenë mrekulli për ty? Do të ishte mrekulli nëse temperaturat bien pak edhe shi me ro. Me ro shi po, për temperatura lebre se vera e ka të mirën me temperaturat. Ja, tim shumë temperaturat për mi 30, 37, 8 shumë. Shumë, Pa, shumë. Sidomos për pleq janë katastrofë. Prej të premtës e tutje në Prishtinë ki 35 e tenal, do më thonë temperaturat. Kështu që tash vish të informoj. Prej të premtës tutje, tash 30-31 e kena non-stop, po prej të premtës po ndryshojnë gjanat. Inshallah bjen pak temperatura. Hajde po të falenderoj që na ke thirr. Hajde ju përshëndes. Kalofsh mirë pas një pasditet mrekullueshme Abedin. 049978978. Alo? Alo. Përshëndetje. Jemi. Mirë, faleminderit, kush për na pyet? Me konim ka flas. Ke thirr në Glam Radio dhe në Koa Vizion, je drejt për drejt i nderuar. Po. Hajde, tregona emrin, kush ta ka thirr? Ju ka thirr Aslan Mazrej. Aslan, do të ishte mrekulli nëse? Po. Do të ishte mrekulli nëse, që kjo është pyetja, po pres përgjigje prej teje. Aslan, koncentron telefon, largo prej televizorit. Po. Hajde, apo ma e përgjigjen? E jap. Hajde tregona. Me bon qeverien. Po, valla, kish me qenë një farë mrekullie mu bo qeveria, mire ki. Me bon qeverien. Okej, edhe pse na sfolim për politik. Me shkun zgjedhje edhe Marzu Aldin Kurtin. Hajde kalofsh mirë, faleminderit shumë, na sfolim për politik këtu. Me bo qeverinë është tjetër shka, din se na prej krejtve, po kush murxue, kush me hyp, neve hec na intereson ajo puna, as nuk hupi minuta këtu në këtë emision se edhe është i shkurt, kështu që politik zero, ju lutna, respektojeni këtë emision pa politik. Kish me qenë shumë a mirë. Prishtina-ticket.net për juve që keni me udhëtu në drejtim të Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit ose edhe ana Sjelltas. Mos harroni me Prishtina-ticket.net, ju i keni çmimet më ekonomike nga operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës. Alo, përshëndetje, Viber. Kush na përshëndet? Bekimi. Ku je Bekim? Lu. Qysh je, ç'ke kalu prej kap na telefonan? Pe Prishtinë. Hajde Bekim, se si me të pas në studio po të një. Po thua. Po. Përbes, si me të pasë që të në studio, po një është shumë mirë. Ka si largino. Po s'ka lidhje, me rëndësi që në po të një shumë mirë. Do të ishte mrekulli nëse Bekem? Do të ishte mrekulli nëse se ngoplusi, ma e mua avathore. Ti vish vazhdo luj. Vazhdo luj, edhe po shpresoj me fitua me na thirr me thonë mrekullia është bërë. Ja, mirë shumë. Na kishe gëzua dhe neve, se na shta një gjiro na kështë bo. Po, ti kish në argjit baterijat. Po, një besa balbana jo me një bateri.
faleminderit shumë. Faleminderit ty që na ke thirrë pas një pasdite dhe na shto ta dën. Hajde po shpresojmë ta dosh. 0499897 e vazhdoni na mbani të informuar edhe sa i përket komunikacionit, na tregoni për pjesë më të ngarkuara, ndërsa për juve që po mendoni me shkuën Sani Hell dhe Ala se keni marr biletën, kaloni pakun në Infinite të Kipko edhe merrni biletën me 12 këste. Shkoni në dyqan, i keni krejt informatat. Alo, përshëndetje, Viber. Alo. Alo, përshëndetje, Arsen, Faik e për Gjermania. Ku je Faik? Mirë, Arsen, po kemi temperatura shumë të larta edhe këtu. Edhe atje temperatura të larta edhe këtu, po tamam nivel e mirë u bë tash. Valla nivel e mirë veç deri nesër mas nesër kemi deri 38 gradë këtu. Na e kena mas një 4-5 dite. Do të ishte mrekulli nëse? Arsen, do të ishte mrekulli jam të pa në televizion nëse mundem. Nëse mundet dishta me cek diçka, por për politik nuk është, domethënë. Hajde, vazhdo. Po bën pjesë për shtetin fshin, nëse ka mundësi nëse më lejohet. Hajde, veç mos na ngarkoj, mos na rënë. Ja, nëse ngarkoj, mrekullia e këtina populli shqiptar që është, ata që kanë bërë ngjarjen bonjës kriminalat mi arrestu, mi shtim burg. Okej. Edhe kjo politike. Po, asë më në të kërkova falje, unë e thasë kryta mas pari. Në rregull jena, edhe dhonjëm për këtë farë pune. Faleminderit shumë që na ke thënë. Kalofshi mirë. E pas një pasditet mrekullueshme. 0499897 ku me të komunikacioni se po na hub, ka njerëz diçka u bë kështu. Po vazhdojmë që në Çaklavica me kolon gjatë deri te krethi i Çaklavicës se keni këtë pjesë të ngarkuar me kolon. Pastaj e ngarkuar po mbetet pjesa poshtë Veternikut deri te krethi Duplex. Një çast rrethi Duplex ka kolon edhe nga fshati Shkabaj në këto momente, rruga Tirana me kolon deri te krethi prapa stadiumit. Alo. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Shpëtim Selmanaj. Sovjetik i shpëtim? 22. 22. Do të ishte mrekulli po ta shoh foton këtu, kështu që mos më thuj 22, tregon drejt. Po foto djalit. Hajde tregom, do të ishte mrekulli nëse do zbritin çmimet e naftës. Kan zbrit. Ju tregoja pet shpëtim, mos tani, çfarë ta jap edhe një herë një informat. 0499897 tjetra. Alo. Kush na ka telefonu? Idrisi Pejqitjarit. Idres, do të ishte mrekulli nëse Nëse deputet e parlamentit Kosovës shkojnë burg 20 vjet. Ku e ke ronu që ta është bre Idres? E ronuve. E ka bo për lak. Okej. Okej, faleminderit ton kalofsh mirë, ka ronu që ta është Idrisi. Okej, 0499897 mos harroni me na informu për secilën pjesë në komunikacion kudo që jeni. Unë po pres me na tregu se do të ishte mrekulli çka, nëse ju kish ndodhur diçka që ajo kish më qenë mrekullia, ju mundeni me na tregu duke na telefonuar 0499897. Alo e Rallës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush ta ka telefonuar? Përparim nga na telefonon? Nga Prishtina. Hajde përparim, tregom do të ishte mrekulli nëse çka? Nëse do të isha kthy 20 vjet. Për çfarë arsye apo më tregon përparim? A ka ndonjë arsye? Po, për shkak për shembull se pak më i ri. Veç për shkak se ishe bo më i ri, për kur gjë tjetër. Po. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit ty që na ke telefonuar. 0499897. Hey, unë sot kam lëshu pak ma shumë muzikë, se dhe më thonë, për tini jom vetë, për vetë se jom vetë, po tash vera, bre, ka nevoj njëri me një ka pak muzikë ma shumë, kështu që ju telefonani, na ju presim me telefonatat dhe kam i marrë telefonatat, për njëtën kohë kina me ndëgju edhe pak muzikë ma shumë. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo? Përshëndetje. Kush e një, falë? Ti kush je, se ti na ke thirë neve, jo në aty. Unë jam shefqeti këtu person për herë po për telefonoj. O shefqet, edhe ti ke thirë direkt në Koa Vizion edhe në Glam Radio, si e? Që mirë, këtu si po thotë ishte mrekulli. Po, do të ishte mrekulli, nëse hajde tregona shefqet çka? Si që, unë bëj kështu, mrekulli ishte si në Tiranë ishin këtë Kosovën, po preshen po kur gjon. Plumt goja, boss, kalofsh mirë, pas një pasditet mrekullueshme. Që ashtu se kena nevojë, domethënë që thash për pak të reshura. Okej, po shkojna te Nolbi mos shpejt.
këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. Tab, mbështetja e fuqishme për biznese. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po ma të shumëti na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Për ty që punon për një të ardhme më të mirë, ne jemi këtu për të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotek. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Për kthejmë edhe njerë punë se ke punat e derivatet. Pju të regoj se Petrol Company në Çaklavis në të dy anë të rrugës dhe në Arbri e ka dizelin dhe benzinën për 1,19 për litër për ty që vete për me derivatet lira edhe matë mirat shkon të Petrol Company. Për ndryshe mos harroni me u bo dhe pjesë e lojës shpërblyese të Petrol Company dhe 10 euro derivatet bojnë pjesë lojës shpërblyese 22 kupona, 33 kupona e tutje. Dhe më thanë kur të rimbush me derivate mos harro edhe me u bo pjesë e lojës shpërblyese. Alo, përshëndetje, telefonata. O, përshëndetje. O, përshëndetje dhe për ty, Bater, si e? O, mirë me juve gjithmonë. Bater, po du me përshëndet një ndëgjues tonin të rregull të Azbin, e di që do më thonë nuk po tenton shpesh me thirr, po të paktën mesazha na shuna përshëndet Azbin, gjithë i shop mesazhet, veç po du me të përshëndet me të kallëzuar që po i shoh mesazhet. Amon pjesën e dytë kena mi lexu krejt. Pas orës 17 i lexojna kur t'jena në Glam Radio. Bater, do të ishte mrekulli nëse Po, pjesha që je vetëm sot s'pas ka humor. Ka hu po mori. Po bre ka. Humoris pa kur po i një bar. Ka hu po mori, a pishe që edhe javë kumësit një pamje qytetit, që të për ata që i ka morë male me po Prishtinën. Une kusha pas që ta mrekullia jeme ishte me kam që kë popull dhe disohet edhe t'jem një për ton për një se balë ma. Hajde t'lum goja, faleminderit shumë. Nuk shkon ma shumë kështo parë. Do më thonë bo bashkë bre se njëre Do më thonë ti bëdhu që mu bo na njoni për tjetërin, apo? Po sigurisht e nëse na njoni për tjetërin si jem kur do tjetë. Sakt, faleminderit që na ke thirr, je mrekullueshëm. Ju përshëndes, gjithat mirat ju uroj shëndet ju të Kalofsh mirë. E mos harroni Toyota, po vazhdo me dhuru super oferta. Keni Toyota Ravin 2.5 hibrid 222 kuaj fuqi 4R4, një super vetur që vjen me 10 vite garancion edhe mundeni me shku me bo test drive tek Autotrade në Çaglavicë. Për juve që doni mu bo me një veturë, mos mja boj galen 10 vjetë, shkoni tek Autotrade, hajtë dhe pak Prishtinën së pikahije. Ani mjallë shu dhe pak muzik, halo ma mirë. 049978 e mos harroni me na mbajtë e informuar sa i përket komunikacionit, na tregu ku janë pjesë e ngarkuara, me na dërgu foto e na me mujt me informu krejt pjesëtar të tjerë në komunikacion. Alo, përshëndetje Viber. Alo? Okej. Hajde telefonata, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Hasani nga Prishtina. Hasan, si je? Mirë jemi. Qysh ke kalu? Po mirë, si kalu ju? Mirë, faleminderit Hasan. Do të ishte mrekulli nëse? Shë. Nëse ishte këthyë dashuria si këtu në herë si ka qenë. Mu këthy dashuria po thu si këtu në herë që shka qenë, ha? Kish me qenë mrekulli. Ka hu dashuria, ka hu pak, bre, ka hu pak, se di pse, po ka hu pak.
Okej, faleminderit që na ke thirr. Faleminderit dhe juve. Kalosh mirë tung. Jos. Urdhë. Hajde se të nzuna në hap Jos. Si e? Po, e mos i të përcjell marakon. Jos, e di unë. E di se e di. E di Jos, e di, pjo shaka njerë, që shto javë ka një kamerë se cilët atje. Ta shoki po pjesë, nuk on pjesë e këti vendi ku po jetoj. E po, Jos, thuje se e na bo që sa vite bashkë, që i gati e na bo. Pjesë e familjes. Saktë. Hajde më Jos, të regom që ke pas vikendin. Po mirë, më dhe tjetë. Që ka pas në isan interesant? Jo, ti shka interesant. Jo, pak i shka edhe jetë, na moj, po që thonë ti vetë, po kjo vera është. E ka hi e bre Jos? Po mërimin ata se i kanë 2 vjetë, më dhe tjetë, dhe ta mërimin. Me pas kujdes me ditë kur me dal. Do të ishte... Batiri, se batiri nuk është. Jo, më batiri në top form, po çfarë ti ku mu bo si batiri? Ku mu bo si batiri? Do të ishte mrekulli nëse? Nëse ti shakon nga ti, se ti me të gati pak, më dhe ti. More, Jos, ta një fshatë mirë. Jo, ujnë e kam që do me ujë rrugove jam, do me thonë s'po livriti. Adem, po me të pasën nga të kish me qenë, po pedi, po të kuptoj. Edhe mu ma kështë bo qefi, ndije. Po fëlla? Po, për bes, po. Se. Për bes, po. Edhe për mu kish me qenë mrekullimet pasën nga të. Di, për me dhune shkëto kështë prej zemrës. E dhune bashkë pipi që thojnë piloqkës zemrës. Se je shumë i sinqertë, dhe i një jeri pëntyrë, i dhune pëntyrë. Faleminderit Jos, e vlerësoj shumë. Inshallah marzët një medjo, me dhe tjetë qka, me dhe tjetë natë shë, ta kësha dëshiru, ti më thonë kryesori ati, nëse vëdhe... Miriam, mësë më gotë se Miriam që do. Jam rahat, jam komod, nuk më bëm presion kërkosh, do me thonë, edhe qëta e ku më dorë gjithmonë, qëta e kom. Absolut, ne i du njërës pëntyrë se na prej punë e kena është. Sakt. Përshëndes edhe të përqafi. Si dhe të minjëra dhe i. Hajde kalosh, mirë, qao tëngë. O që sojmë njës me lëshu që t'kong, mële djallë edhe që meta, hajtë që tasht, se telefonatat i kam fajt. Alo, s'muj Milan me prish. Kush na përshëndet? Reziri për Danimarke. Ku je në zër? Mirë, jo e një. Qysht kam? Do të ishte mrekulli së kur të shpiket një ilaç për shërimin e kancerit. E vërtet. Ja, do të ishte një mrekulli e shekullit, shka të ushtoj këta dhe uroj që të ndodhë kjo. Po shpresojmë edhe po urojmë që shumë shpejt me ndodhë ajo edhe shumë njerëz me e mujt atë smundje të poshtër. Po, se shumë janë të vujt edhe uroj që sa ma shpejt dhe të shpiket. Faleminderit që na ke thirr. Faleminderit. Tong kalofsh mirë. Ja, ç'tash valla. U ardh momenti. Veç pak telefonata, se s'di pse po më gohet që kjo. Ja kështë gjithë vendin shpejt. Po shpejt. Okej. Faleminderit që na ke thirr Vener. Hajde kalofsh mirë tong. Pas ka shkollë telefonata, as na ka prit, okej. 049978 më e mira nga Kosova, ka nga shumë e mirë. Hajde telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje? Apo më dëgjoni? Po shumë mirë, kush na ka telefonu? A ke Krasniqi për Zvicrës? A ke si e? Mirë ju? Si e kena Zvicrën? O, nëzet e kena dhe na. Edhe ju e keni nëzet atje, do t'ishte mrekulli nëse, do t'ishte mrekulli më në luftrat, sidomos në Palestinë. Do më thonë, më përgjithsi, edhe bashkimi i trojve shqiptore. Po, une po besoj që ku do që ka luft, me unalë që do lufta kish me qenë perfekt. Vala po. Të pak të një 24 orë me flajt njeri, adin që duhet me thonë e di që kërkun s'ka luft. E dimna që ka është luft. E dina na dhe për që ata po thëmë, do më thonë për ata që për generata që kam përjetu e din që ka është lufta, edhe pa ja mojtë krajnë kërkujna. Të pak të mësë me pas luft. Jo, vetëm drejtësi. Veç drejtësi, edhe po shpresojmë që me undalë, për me u zgjedh me dialoge, për me u zgjedh këtu punë, me mu ullë, me folë, me diskutu. Po, bre. Ma mirë është. Faleminderit shumë ditën e mirë. Faleminderit edhe ty që na ke thirrë pas një pasditë të mrekullueshme. Çagllavica po mbetet e ngarkuar. Po mirë edhe pak nxehtë po mirë. Po më vjen mirë me çaj. Do të ishte mrekulli nëse
Nëse e ke mrekulli vetëm ti kisha pat një 500.000 euro vetëm për një banesa që ka blen të to dhe do tjetë. 500.000 euro ka shku banesa në Tetova? Po jo, edhe më qëllu në ajsen, okej, e kuptova. Po në 100.000 nuk i e to. Edhe një 50.000 me mobilu, 150.000 me ato tjera s'ka dhe në bo. Qysh ja bojna vota? Me të varfurt. Okej. Faleminderit shumë Isaj. Faleminderit kalofsh edhe ju. Lëna Isaj çdo për vete se të vynë Mëstanin. Mos u ngushto. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde, përshëndetje shoku jam. Përshëndetje shoku jam. Alo, mirë. Jo, pak si ke kalu ti? Mirë, pak nuk të kemi temperaturat, po përgjithsisht mirë. Po më vjen mirë. Java ka fillu mirë për ty? Po, mirë ka filluar mirë sot le shumë mirë pak në shoqni, pak kaj kafe, jemi dalë pak. Hajde shumë mirë. Vishtu kalëse këtyne që po martohen me shku të Enza Home i ble mobilet se e ka një super kampajnë, përveç se ka 25% zbritje, ekstra ka zbritje për juve që po martoheni. I tregoni që po martoheni, doni me mobilu, edhe të Enza Home Çaklavic keni zbritje, Enza Home Kosovë për ata që dojnë mi pa këtu oferta dhe përmes rrjeteve sociale. Gaz, do të ishte mrekulli nëse? Do të ishte mrekulli sikur GPD-ja do më të ngritej 100%, të ngriteshin pagat në sektorin publik dhe privat 1.000 euro më spaku, në pensionet jo më të vogla se 500 euro për secilin qytetar. Jo më të vogla se 500 euro po thu pensionet. Vallaj, po se shtrejt, senën Kosovë jenë shmimet jenë gati njëti, je gati po jenë 100% sigur në përëndim, pagat jenë shumë vogla në krasu dhe si dhe më së e ke po kur ti ves pensionera sa keni qef mi u bo pensioni, kur po më thojnë 300 euro në pjavë bëj logarin me njerë e di që si dalin apet. Matematikë dalin, ja. Si dalin apet, do më thonë të e para pa që rryma u rrit ajo u rrit, do më thonë qysh ja del, nëse jetën vetë dhe se ke dikon familje që ta ndimon, është problem me jetu. Problem, unë e dëgjohan e det në gjyqtare që po të rikëm të ndjen, kështë punu 20 vjetë, njësa kështë punu gjyqtare, edhe primer këni qenë 20 euro kur del. Ashtë më gare s'kos vërë me përrejt s'kollegjika. Qështë me jetu me qenë 20 euro. Po shpresojmë u regullu, more gaz. Po besojmë, shpresojmë, po ka politika së dojmë e i heqa një nëse. Jo. Me kanë ata që këshin kry këto punë, unë isha gëzu vetë, i kisha përgëzu, çdo ditë në emision i kisha përmen. Pidi vallaj, pidi. Kjo është dëshira jam e madhe, sidomos kategoria pensionista më dhimbë shumë. Faleminderit që na ke thirr. Refleks shoku jam e kalosh këtë javë se je vetëm do ti ja del. Jo nuk um lani me çem vetëm asnjëherë, kështu që në kur snina që vetëm. Gjithmonë kafe dhe faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit e vlerësojmë shumë. Përshëndetje me Fionën nëse. Hajde nëse është na ngut diku. Përshëndetje Fiona. Hajde mirë po. Ciao, kalofsh mirë. Alo, përshëndetje tjetra. Përshëndetje Arsim Mirvetin. Oj Mirvet, si je? Mirë, Arsim ti si je, si kalan? Mirë vet, që do tu menu më shku desa asaj më vonë të kallzoj për Swiss Diamond diçka se kishin një super ofertë. Po, super. A është nxehtë atje? Shumë nxehtë. Po është atje. Ti ke në cilin vend Zvicrën në Cyrea, po? Jo, në Friburg, në kanton të Friburgit. Friburg, po, që në tjetër konkret. Po nxehtë, do më thonë, krejt Zvicra nxehtë. Shumë nxehtë, po. Okej. Po pres dhe i sos la ditët pak. Okej, ban. Ma mirë. Hajde tregon klut na mirë vet. Do të ishte mrekulli nëse isha kthi një 20 pak vitet më e re. Për çfarë arsye? Se kur po më thoni që çdo po du me ditë arsye. To shta mi po disa gjona pak më ndryshe. A ka diçka që ka me kështu pik edhe që më varet prej rinis krejt? Po. Okej, s'po të pës, nuk po du me i anej, nëse do me na tregon, po nëse s'do me na tregu, mos na tregon. Jo, po është shembull se unë jam martu shembull shumë e re, 19 vjeçare dhe do me thonë. E këshelon për pak më vonë. Pak më vonë, po, me shfrytzu pak më shumë rinin. Po të kuptoj. Qashtu. Faleminderit shumë që na ke thirr. Ajde kalofshi mirë për të mirën tonë. Pas ditët mrekullueshme në Suez, që kështu ju tregu, shkoni edhe keni do super oferta atje në fitness. Kush antarësohet fitness e ka dhe spa, për ndryshe ju që dëni me shku në spa, për dini kanë spa të matë mira,
038220000 numri i telefonit ose mundeni edhe përmes rrjeteve sociale. Alo. Alo. Alo, Arsim. Përshëndetje. Përshëndetje mira. Kush na përshëndet? Ramizi. Si e Ramiz? Mira, t'ju? Si ke kalu? Po, mirë me këtë citë mohë si na provu t'ju për Kosovë. Halo, kur gjosë është, po pritet me qenë halo ma shumë? Po jo, e vërtet. Java që vjen, po më nej fundi javës do t'jetë vap e vërtet. Vë. Hajde tregom, Ramiz, të lutëm, do t'ishte mrekulli nëse? Mrekulli nëse parlamenti e voton qeverinë edhe bëhet qeveria edhe mos më shku kështu zhak mi bon populli nervoz. Do më thonë edhe ti e kitë qeveria, po kish me qenë mrekulli nëse ishëm shu nesër edhe kishë marrë lajmin që u bo qeveria, pra u bo qeveria. E vërtet. Okej, faleminderit. Edhe bashkë mirë kish me qenë edhe me më shu nesër me ngjes edhe me thonë këtë projektet që po bojnë ju mbo bashkë ata, po punojnë bashkë, e kam bo me punu bashkë. Po a di çfarë shefi i shkon. E kisha mojt emisionin vish për ta. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Farie. Me jetu janë Amerikë, janë Zvicër dhe konë më një vend të mirë. Okej. Unë të falenderoj ty shumë për telefonatën, po shpresojmë për një me pas një jetë mirë se cili. Ja, s'ka mo. Subitis. Jo bësë subitis ka dole. Ja, së në shka në Amerikë mo. Po shpresojmë u bo këtu ma mirë sa atje. Oj Farie. Jeta shkoj mo. Mos me pas nevoj për me na shku kërkosh jashtë, se s'kem nevoj me po zbras. Po që ata të s'kena shpresa kërka, me pas një jetë pak. Faleminderit që na ke thirrë. Faleminderit edhe për juve. Alo, shmirë. Për ndryshe këto evente, dasmat, për dini këto që po ndodhin, mos harroni nëse keni me bo një dhuratë, dhe doni me bo një dhuratë mirë, me shku të Rubini, një gjeni dhuratat më të mira, me gurçmuar diamantit, keni stolitarit, shumë aksesor të tjerë të Rubini, që është në qendër Prishtinës, është në Albi Madh dhe në Ferizaj. Hajde telefonata fillimisht. Alo. Alo, mirë dita. Mirë dita edhe për ty, kush na thot? A jeni mirë që sheni? Mirë faleminderit, kush na ka telefonu? Meha. O me, si kalon? Mirë faleminderit, a jeni mirë jo. Qysh e ke pas ditën? Qysh e ke pas ditën me? Mirë. Normal, mirë. Po më vjen shumë mirë. Do të ishte mrekulli nëse? Nëse Kosova ishte më e pastër, mos me du pjesët bërlogit, rane pa vend, Limenka, Kamos, pjesët bërlogit sa dush. Mu dhe kësu popolota, mos me thellë bërlog rane pa vend. Okej, për ty kish me qenë mrekulli nëse Kosova kish me, se nëse njerës kishin mu vedisu me majtë Kosovën ma pastur, se ajo e pastur o bol, po na e përrina. I poshtë në televizion, Gjumejt në Gjakov, sa bërlogi, sa Allah. Faleminderit që na ke thirrë. Nuk e di çfarë bëj kështu. Faleminderit që na ke thirrë. Ditën e mirë, ju faleminderit. Alo. Orse shoki. Ku jam me shoki? Vet pas ke me më kont jam çatë nga ti e bile. Hajde, çush e thuti ato ju me si çyçja ku? Ja, zgjeli. Ose që janë rrafa, ja zgjeli. Jo, më të apishe sot telefonata ku janë tjeri vetë. Si dalën dyshja në strofën të vetë. Qashtu, bashkë lungoja. Po dalën dyshja që bojnë vetë dhe veç rrinë. Po, dhe ikin tani e kanë ka është ma nëzet. Hajde të regom, kish me qenë mrekulli nëse? Po, mrekulli do të bëhet Kosova si Zvicra apo si Gjermania, Arse. Kjo do të ishte mrekullia jeme. Edhe ketë më këtu në qatë venturin qatë. Unë po kom shef si Zvicra. A ban? Se s'po thonë si Japonia. Ja, banë Zvicra, po banë edhe Luksemburgi, bile. Banë edhe atje. Okej, faleminderit shumë Ahmet. Arsen, përshëndes shumë kete, kalov shmija, se gati na ka orë pushimi veç edhe një 3 javë. Edhe 3 javë, a ja ke nis me një kështu? Ja, falë, me 24. Ja ke nis me një, apo? Me një ditë? Po, halosëm ka dollë 0 për para. Po të kuptoj, deri sot vjen të 0 tani ma leqka. Hajde kalov shmirë. Po 0 tani kur dole, dikur abon edhe James Bond. Tani dhe gjenë të pak këtu. Po të përshëndes, rrug të marë, hajde arse në anë të përshëndes, kalov shmirë shuke. Pas ka ko deri sot vjen, kina më ndëgju prap, kalov shmirë, qau, tung. Alo? Alo. Përshëndetje?
Përshëndetje. Kush na përshëndet? Zënderi për Gjilanit. Edhe një herë emrin të lutna? Hysen Zënderi për Gjilanit. Hajde zotri Hysen, tregona, do të ishte mrekulli nëse çka? Parlamentin në kisha shtia aty në sistin ku zhidhet papa. Edhe jam kisha nalë me ditjet një herë, e mas andej edhe ushqimin, kur ty sa puna dhe ujë dikur, e kishin zjedh probleme shumë shpejt. Po thu deri që aty orë puna, ha? Edhe, jo, unë përmenoj edhe për me mësu gjenerata tjera, mi o dhoni shemë. Se di që ka pilojnë a i gjeneratave tjera. Se di që ka pilojnë a gjeneratave tjera, që të është problemi. Qysh kanë më mësu ata trit, me thonë, hajtë se dhe ju qështu ja keni bo. Po, kom edhe tjera, po... E mirë. Në zjedhë, për ndryshe, kom dëshirë edhe në NATO me hi. Që kjo haloma e mirë. Edhe me qenë më marrë në apën punët e tona, mësë një këshirë tjertë. Faleminderit shumë t'lu ngoja. Kaloni mirë e pasi një ditë mirë. Shumë faleminderit. Përndryshe, Zoti, linja e protein lojnit e Zotit është më e mira. Më thonë, nuk ka laktozë, nuk ka gluten, nuk ka sheqer shtuar e kësisani, ka 27 gram protein. Për juve që dëni me marë protein çdo ditë, mos harroni, ndalini tek secili market e keni protein lojnin tek protein lojni ku është. Aty e keni Zotin, çato e kapni. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde përshëndetje, kush po na përshëndet? Nazmi ju. Ku jo Nazmi? Që mirë, valla, ju si jeni? Si po kalon? Mirë, që të këta punën e kom kry ko marrë që të pak ma flatë se zhek në ka marrë. Ku je që e ki ma flatë? Ku je në Banes. Në Banes, okej, se thash mos je shku da i konë më fladit kështu si Fiona. Jo, me që ma fladit një do të me punua, kanë Gjermani, s'ka me najtë më shëtit. Jo, s'ka kërkon, as këtu s'ka me najtë më shëtit. Atje pak më ndryshë. Ja, nuk është, spajtona, spajtona, nuk pajtona, nuk besoj do më thonë që këtu. Në mos u pajto mendime, të është arse, mos u shkatë më të. Të gjëm nas, nuk besoj që dikush do në me pas një jetë deri dikon, edhe rren. S'monët, vish në pas në sponsor që ja sponsorizon, po. O shumica kanë dëshirë mësë me punu edhe me jetu minja. Kret kena kështu pak ndërdije, kret kena qef pak me nejt ma shumë. Nuk ko, pa pun nuk ko, ase nuk ko pa pun. Do t'ishte mrekulli nëse? Do t'ishte mrekulli nëse shteti Kosovës të funksionante si kur që dohet, ketë binor me qitë, si kur tjera shtete, kishëm pasun zhvillim, punësim, edhe s'kishëm marrë ka me nejt, kishëm punu në Kosovë ma mirë. Unë besoj që ju duni me ardhë këtu në Kosovë dhe me bo bashkë. Po ku me orë në Kosovë, shka me bon? Okej, spina se o tem tjetër krejt, edhe me i, ja, a di që isha orë në Kosovë, asë? Hajde, tregom. Isha orë në Kosovë dhe kisha najt me një romet e parlamenti, kur t'ishin dollë me ranë, kejtë dhe romet, edhe si kisha lonë me një moheq. O tash për deri sa votojna, e kena drejten me dollë atje mi prit. O, për kësaj here merituen me që hi kejtë ranë dhe mu mes mi votu heq, as një që ta shka në parlament, kejtë tjerë. Okej. Nas, faleminderit shumë. Me ndjerë qoshi, kalon e mirë. Shoki ty, faleminderit shumë.